Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga showbizi. Ju e dini shumë bukur se që kur ishte Kristi Lamaj, do ndaloj pikërisht te Kristi, në shtëpinë e Big Brotherit, së bashku me Selinën, realizua një projekt shumë të bukur, një këngë që në fakt theu tabut e muzikës shqiptare, do me thënë u këndua edhe në jug edhe në veri. Tunde moj Selinë u bë pjesë e të gjithë ahengjeve dhe dasmave shqiptare. Kristi Lamaj së fundmi ka folur për këtë projekt, në fakt një projekt që u komentua jashtëzakonisht shumë pas realizimit të videoklipit të kësaj këngëje. Selina nuk ishte pjesë e këtij projekti. Të gjithë kanë patur pikpyetjet pse Selina nuk ishte pjesë e këtij projekti, pasi që ishte një këngë që ju dedikua Selinës. Kristi ka një përgjigje. Kristi Lamaj së fundmi ka qenë i ftuar në një nga emisionet, ku ka folur për herë të parë për projektin e tij më të ri muzikor Tunde moj Selin, i lansuar vetëm pak ditë më përpara. Kënga ka marrë vëmendje të madhe, mirë po, ajo që ngriti pikpyetjet te publiku ishte mungesa e vetë Selin Bollatit në këtë videoklip. Protagonistja e kësaj kënge që nga kohërat e Big Brother VIP Albania, me të cilën Kristi ruante një raport mjaft të ngushtë shoqërie. E sikur të mos mjaftonte mungesa e saj në klip, ndjekësit vunë re se miqësia e tyre ka pësuar një krisje në rrjetet sociale pasi një unfollow mes tyre i habiti të gjithë. Do me thënë, Selina dhe Kristi kanë hequr njëri tjetrin nga Instagrami. Kristi gjatë intervistës u shpreh se në klip ka vendosur të dalë vetëm, ndonse kishte bërë një bisedë paraprake me Selin. Ai sqaroi se skenari i klipit ishte përgatitur më herët dhe dëshira ishte që ajo të shfaqej në 2 apo 3 sekuenca si valltare në këtë klip. Por për shkak të angazhimeve të saj, koncerteve të tij në Evropë dhe agjendës së ngjeshur, produksioni vazhdoi me konceptin fillestar. Kjo deklaratë e tij ka mjaftuar që rrjeti të shpërthej në reagime dhe komente nga më të ndryshme nga ndjekësit. Shumë prej tyre kanë aluduar se pas fshirjes nga rrjetet sociale fshihet inati i këngëtarit, duke akuzuar Kristin se i ka bërë blok Selinës vetëm sepse ajo nuk ishte pjesë e videoklipit. Unë mendoj që Kristi dhe Selina kanë përjetuar një krisje, se po të mos të kishin përjetuar një krisje, unë mendoj që Selina do të ishte pjesë e klipit, por nga që Selina nuk ishte pjesë e klipit dhe kënga ishte dedikuar për të, mendoj që Kristi ka patur ndonjë inat. Unë besoj që Selina nuk e ka pranuar ftesën e klipit, sepse në një farë mënyre, do me thënë, Rogerti e defokusoi pa këngën dhe e drejtoi në një rrugtim tjetër që në fakt besoj që kjo është arsyeja që Selina nuk i ka dhënë edhe shumë zë kësaj këngës, sepse mori një kahje krejtësisht ndryshe si këngë. Dhe mendoj nga inati, Kristi e ka bërë unfollow Selinën.